Francës. Se cili i këshy punët e veta, se cili e fuqizon identitetin e vetë, kombëtarin e vetë, lojën e vetë, sportin e vetë, i vetëmi kombë në botë janë kosovarë të cilët i kanë 2 flamuj zyrtarë. Qysh mundet kjo? Cili kombë tjetër në botë i banë 2 flamuj? Nuk është keq që kemi veç na jemi të veçantë e nuk jemi si këtë dujonja. FIFA dhe në UEFA kemi 2 vota, por nuk mujmë me kry shkollën e mes me pa kry fillorën. Edhe në futbollin kosovar duhet ne kemi... Remzi, ka talenta që për shkollën fillorën shkojnë dojnë fakultet. Për atyne trenerve të cilët i kemi në Kosovë, kemi arritë të nxjerrim një Edon Zhegro, për shembull. Kemi arritë të nxjerrim në Rashid, edhe shumë lejtar tjerë, por ne duhet secili të jepim kontributin tonë për ata me çka mirëmi. Edhe unë mendoj se shumë shpejt, nuk bëhet futbolli, nuk është për një vetë. Ne duhet besojmë trenerët që i kemi, ne duhet besojmë stafin që i kemi, ne duhet besojmë në fëmijët që i kemi atje, edhe shumica e lejtarëve ju kalon periudha, ju kalon domethënë koha, pa e ditë në hitë se është talent. Po, ata nuk janë produkti i Kosovës, ata janë produkti i shteteve të organizume perëndimore. Qa kemi bona mu kiju e Gjaka ose Shaqiji? Hoxha ka qenë lejtar personal, dhe thëtë që e kam dashtë edhe kam ofru edhe ka qenë lejtar i Prishtinës, Hoxha tash lunë në kontare. Dhe më thënë shumë pak e kam vlerësu në Kosovë, daku po ashtu edhe shumë të tjerë pa arrin me shku atje. Dhe më thënë neve na mungojnë staf profesional të cilët din me vlerësu lejtar, të cilët din me gjithë. Absolutisht po. Mjetet nuk kanë nuk mungojnë astash, por po thëmë, tifozluku nuk është vetëm një vit, po duhet me mbështet atë klub edhe kur humë, duhet me mbështet atë klub edhe kur nuk ka rezultat. Ama jo ku zhilet fushti maneken, jo si lojtar të futbollit. Duhet mbështetën ata dhe edhe s'kemi pas federat, e kemi bo federata, s'jemi pranu në UEFA e FIFA, e kemi mbështetë edhe në atë ko. Tani duhet ta mbështesim për fuqizim. A i bje kështu. Sigurisht që po. Në Premier League Kosovën së në bojmë. Kushtim, zotje ju për e din, edhe kolegë të e din. Une kom qenë dhe ma të zakshmit kër është këju në kombëtarja Kosovës. Edhe ju mda shumë i fym, i denigrum, i sham, i sakatosën, prej qytyne shqiptare që ta shesin men. Ta shesin men me një kombëtare e cila praktikisht si pas standardet mija është e dobt, është e keqe, s'funksionon. Sepse keq menagjohen paret e toksave, keq menagjohen futbolistët, keq menagjohen gjithçka. Po, saj përket asoj, a shkoj me po lojën, a shkoj, kam kriteret, ko gjëtë naltë, unë e këshyë në i herë Gjermanin, Francën, Anglin, Spanjën, po jo, edhe kombëtare lëmë. Remzi, mos haro se Halilin e kemi Real Madridin e gazetalisë. Halil të thue, po...